Kosovë, 24 në Malin e Zi, 63 në Maqedoninë e Veriut dhe 99 në Serbi. Rrjetet e para fillojnë të aktivizohen prej këtij viti. Nga sheshet e fshatrave, në qendrat e qyteteve, nga shkollat, në qendrat turistike, qytetarët tanë do ta ndjejnë Europën çdo herë që lidhen telefonat e tyre. Kështu duket integrimi kur e shikon të dukshme në jetën e përditshme të një gjysheje në Kukës, a një studenti në Prishtinë apo një familje tjetër diku qetë në rajon. 5. Agenda e reformave, 618 hapa drejt Europës. MTI. Rajoni nuk ka provuar asnjë reforma në këtë shkallë. Kur 618 reforma, hapa reforma është miratuar në kuadër të planit të rritjes 414 milion euro tashmë të levruara, 251 reforma të tjera në vazhdim me sipër të 8% të gjitha hapave që janë zbatuar në mënyrë aktive. Këto reforma prekin financat publike, sundimin e ligjit, qeverisjen, energjinë, transformimin digjital, klimën e biznesit, pra nuk po e mbyllim me ndekun e konvergjencës me fjalime, me takime apo me atë çfarë kremtohet me çeljen e kapitujve, por i mbyllim me reforma që janë jashtëmase të mërzitshme në letër, shumë të lodhshme në realitet, por absolutisht transformuese në realitet.